shpejto sot deri në orën 12 të darkës ujërat e të gjithë botës, ujët e liqenit, të detit, dhe akoma dhe ujët çezmave, i burimave, sot janë të pagëzuara. Nga Zoti është një energji që bëhet një herë në vit dhe është dita e sotme. Bëni ushtrime për lirim. Çfarëdo që ju duhet të largohet dhe të vijë një energji e re. Unë vendosa të vi këtu në det dhe të lajm këtu. Dhe të lej gjithçka të vjetër të 2025-ës, ato pjesëmarrjen e grupeve, siç e kemi në grupet që të grave të mashtruara, të grave të përdhunuara, të grave që janë shfrytëzuar, të grave që janë mallkuar, të grave që janë gjykuar, do të thënë jemi s'duam pa dashje në grupet e këtyre grave. Është mirë që ne t'i lirojmë dhe së shpejtin të dielën në datën 25 janar do kemi një trajnim shumë të fuqishëm për të gjithë ata që duan të ndryshojnë mënyrën e bollekut dhe të parave për gratë. Do bëj dhe një për burrat, ju që e dëgjoni. Mos mbajmë me atër vetëm gratë. Edhe ujë që pinë sot do ta shikosh ujë që bën mrekulli. Do flasësh fjalë pozitive mbi ujin, atë që dëshiron, për shembull, jam e pasur, kam këtë, kam atë, do të thënë çfarë do ti që dëshiron, mund ta thuash në jam dhe kam dhe do ta pish avash ujin. Deri në 12 të natës mund të bësh dhe një dush, që mund të vesh dhe pak krip të trash dhe të lirosh, duke u larë me qëllim që liron çdo gjë që të ka shqetësuar deri më sot. E mërtoje ato që të ka penguar rolin e viktimës, të shfrytëzimit, të shumë çfarë të pengon ty në këtë kohë. Arrini deri në 12 të darkës, ju përshëndes, faleminderit.